Konkluzioni i rëndë dhe alarmues i bërë sot në Parlamentin Evropian se strukturat kriminale nuk lejojnë ndryshimin e pushtetit në Shqipëri, vërtetoi sot botërisht qëndrimet e drejta të Partisë së Lirisë dhe të opozitës se shteti i bërnjësh me krimin shkatërroi nëpërmjet terrorizmit elektoral standardet e zgjedhjeve të 11 majit. Sot, nga zemra e Bashkimit Evropian, u përcoll qartë mesazhi se kjo qeveri e ka humbur legitimitetin dhe se po mbahet në pushtet jo nga vullneti i qytetarëve, por nga fuqia e krimit të organizuar, si dhe abuzimit të përbindshëm me fondet dhe institucionet publike në funksion të agjendës politike, elektorale dhe kriminale të Edi Ramës. Raporti i Parlamentit Evropian për zgjedhjet në Shqipëri, i prezantuar nga eurodeputeti i CDU Mikael Gakler, që udhëhoqi misionin vëzhgues, sqaron qartësisht se votat më 11 maj u blen nëpërmjet abuzimit me burimet publike, presionit mbi votuesit, veçanërisht punonësit publik, keqpërdorimit të aktiviteteve qeveritare për qëllime elektorale, nëpërmjet amnistisë së minutës së fundit për gjobat e papaguara nga qytetarët, si dhe bonusi për pensionistët i dhënë 1 muaj para zgjedhjeve. Ky raport e damkos botërisht narkoqeverinë e Edi Ramës si një regjim që ka asgjësuar demokracinë dhe shtetin ligjor, që dhuron lirit dhe shkelmon brutalisht të drejtat themelore të njerëzit. Partia e Lirisë e përshëndet raportin e Parlamentit Evropian dhe e përkrah fuqimisht propozimin për dërgimin e një misioni fakmbledhës në Shqipëri. Këto zgjedhje të kriminalizuara nuk përmbushën asnjë standard ndërkombëtar dhe shkelën dhunshëm kriteret e Kopenhagenit, ndaj Partia e Lirisë është e vendosur në vijimin e betejës së saj të pakompromis për të denoncuar me fakte dhe prova manipulimin e procesit zgjedhor përmes kapjes së shtetit dhe bashkëpunimit kriminal në friksimin e votuesve dhe manipulimin e rezultateve, në përndjekjen gjyqësore ndaj liderëve të opozitës, pandëshkueshmërinë institucionale ndaj krimeve zgjedhore, të cilat qartësisht u dënuan edhe në rezolutën shumë të rëndësishme të organizatës politike më të madhe në botë, IDC-CDI. Çdo ditë po dalin në dritë prova të pastra dhe të qarta të terrorizmit elektoral që vërtetojnë para të gjithë shqiptarëve se si narkoregjimi tjetërsoi në 11 maj në mënyrë mafioze dhe të dhunshme vullnetin e lirë të qytetarëve duke shkallmuar standardet e zgjedhjeve. Vetëm në narkoshtetin e Edi Ramës mund të ndodhë që të humbin 130.000 fletë votimi, njësoj si 130 milion eurot e avulluara të incenatorit të Tiranës që nuk ekziston. Ky terrorizëm elektoral nuk mund të pranohet kurrë. Shqipëria nuk mund të integrohet në Europë me trenat bullgar të Edi Ramës, por vetëm duke ndjekur dhe duke ecur në shinat kushtetuese dhe standardet ndërkombëtare që garantojnë votën e lirë dhe zgjedhjet e ndershme. Pa garantuar votën e lirë, themelin e demokracisë dhe të shtetit ligjor, nuk mund të ketë integrim të Shqipërisë në familjen evropiane. Faleminderit.